Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Zotit, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bëv Zoti dhe neve prej tyre. Amin. Edhe 7 ditë pra kemi mbetur të përfundimin e ciklit të ligjëratave të Ramazanit, edhe ditët po ecin një nga një dhe kështu ecë dhe jeta e njeriut në tërësi. Për cilën gjë Zoti ka thënë shumë bukur në Kur'anin e tij famlar: Bel tu'thirun al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayru wa abqa. Juve ju pëlqen jeta e kësaj bote, por ta dini që ahireti është shumë më e mirë për ju. Prandaj besimtari punon pra që të fitojë të dy botët, pra të fitojë këtë botë të përkohshme, por ta fitojë mbi të gjitha botën e përhershme që është xheneti. Prandaj besimtari në këto 10 ditë që kanë mbetur, realisht edhe 7 ditë që kanë mbetur të Ramazanit, synon që të bëjnë vepra sa më shumë të mira, synon që t'ja u rikujtoj të tjerëve krijuesin, sepse ne edhe me këtë intervistë ose me këtë emision dhe me këto takime që po i bëjmë, qëllimi është që njerëzit t'ja u kujtojmë krijuesin që i ka krijuar dhe t'i edukojmë ata me fjalën e mirë. Po mbi të gjitha të edukojmë shpirtin ton me fjalën e mirë. Pra edukimi i shpirtit ton me fjalën e mirë na mobilizon të gjithë neve dhe na ndriçon mendjen që të ecim përpara drejt suksesit. Prandaj kërkoni dhe do ta gjeni, pra trokitni dhe do t'ju hapet. Kjo është pra prej mirësive dhe begative nimeteve të Allahut. Ne pra akoma e kërkojmë natën e Kadrit, që është Lejletul Mubarak, ndryshe që Zoti e quan natë e bereqetshme, që sipas kalendarit islam mendohet të jetë me 26 pra mars, mirë po gjithsesi pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë kërkoni natën e Kadrit, pra në 10 ditët e fundit të Ramazanit, gjegjësisht në netët tek. Sepse dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë Allahu witr yuhibbul witr. Allahu është tek dhe e don tekun, është një dhe e don njëshin. Pastaj kemi folë edhe për shenjat e natës së Kadrit, por t'i përsërisim normal që atë ditë është tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Do të jetë paqe deri në agim të mëngjesit. Pra gjithë ajo natë do të jetë një qetësi, do të jetë një ndjenjë paqësore dhe qielli do duket më i hapur se zakonisht që është në netët e zakonshme. Pastaj uji do të jetë më i ëmbël, do bien do mbretërojë një qetësi. Ndoshta shpesh herë ka edhe ndonjë shi i lehtë, shi si thon na sikur shiu i xhenetit, kështu si bëjmë një lloj krahasimi, kështu më thon. Dhe është një qetësi shumë e madhe edhe shpirtërore, edhe mendore, edhe njerëzit ndihen më qetë pra në këtë natë. Po ashtu nuk ka të lehura të qenve, po ashtu në këtë natë të bekuar pra ndëgjohen më shumë këndusit, pra po flas gjelat këndësit pra ndëgjohen. Po ashtu është një qetësi e madhe, pra ndihet edhe tek kafshët, ndihet edhe tek njerëzit një qetësi, një paqe e madhe, një selam i vërtet, pra një paqe e madhe. Por këto 7 ditë që kanë mbetur, çfarë duhet bëjmë? Padyshim që duhet japim sadakatul fitrin, që është një institucion shumë i rëndësishëm, që është pastrim për agjëruesin, pra për agjëruesit është një pastrim, një sa, pra një enë ose një mallësi e vogël, një dhuratë që shpërndahet për njerëzit në nevojë ose shpërndahet për ata që janë në studime ose që janë medresant ose që janë student ose që janë njerëz në kërkimin e diturisë, sepse ai që është u marrë me kërkimin e diturisë nuk ka kohë për të punuar, për shkak se është i marrë me kërkimin e diturisë dhe është i angazhuar për mësu diturinë që atë dituri për t'ja shpërndar popullit ose vendit të tij. Pastaj për ndërtimin ndonjë çesme, ndonjë ure, ndonjë shkolle, ose për ndërtimin një librarie e kështu me radhë. Pra në këto 7 ditë është mirë të bën vepra të mira, pra sa të mujmë për shkak me hap një çesme, një bunar, një shtëpi, me ndërtu një librari, me ndërtu një urë, me hjek një therpë rrugë minimumi i kësaj, ose me thonë
vazhdimisht me gjuhën tonë, faleminderit Zot për të mira që më ke dhënë, elhamdulillah, me thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sukra i bujku që ka ardhur te pejgamberi Islami ka thonë sa më në fjalë të mëshme ka thonë thuj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Edhe kjo është ra'sul amri. Ra'sul amri pra gjëja më e lartë dhe më kulmore, në kulminacion ta quajmë ashtu. Pastaj është edhe traditë që të shtrohen iftaret. Mira është që brenda mundësive të trasi musafir akraballekun mbi të gjitha, pastaj pse jo edhe njerëzit që kemë shoqëri rrethin besimtarët. Por duhet bajta e lidhja farefisnore, siletur rahim min el arsh, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, lidhja farefisnore është e lidhur me arshin e Allahut. E ai që bëhet shkak me i bashku lidhjet farefisnore, shpërblimi i Zotit është me ta. Po ai që i shkput lidhjet farefisnore, bëhet shkak me i shkputët, është dënimi i Zotit me ta. Prandaj pejgamberi selam ka thonë nëse doni rrezik, nëse doni bereqet, nëse doni pasuri, ka thonë me mbajt lidhjet farefisnore. Kur them lidhjet farefisnore, me vizitu dajen, hallën, tezën, kushërit, njerëz të gjakut, me mbajt lidhjet, domethënë me pas një lidhje për hir të Zotit, me vizitu sepse e ki obligim prej anës Allahut, por kështu na mëson Allahu pra dhe i dërguari i tij Muhammed alayhi salatu wassalam. Siç thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tezja është sikur nana, domethënë është në vend të nanës. Nëse dikush se ka nanën, tezja është sikur nana, sepse ato janë motra. Dhe pra është lidhja që i mban e gjakut, por pastaj vjen edhe lidhja shpirtërore. Përveç lidhjes së gjakut është lidhja shpirtërore, pra që besimtarët ose besimtarët janë vëllezër, besimtarët janë motra, pra që duhet ta duan, ta respektojnë njëri tjetrin për hir të Zotit. Pra i lidh besimi Islam, besimi në Zot, por i lidh edhe gjuha, i lidh pastaj tradita, i lidh kombi, i lidh adheu, i lidh domethënë janë shumë lidhje që gërshëtohen mes njëra tjetrës dhe e bojnë atë lidhje ose ato but i bojnë që të bot kuptohen mes njëra tjetrës dhe ta gjejnë njëri tjetrin dhe fundja ne jemi krijesa sociale dhe nuk mund të rrim vetëm në vetmi, por duhet të socializohemi me njerëzit e tjerë. Kështu ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat, ju keni shembull më të mirë të dërguarit Muhammed alayhis salatu wassalam, i cili shoqërohej me të varfrit, shoqërohej me të dobtit, me të semurët, por edhe me të pasurit normal, por edhe me poetët si Hasan ibn Thabiti, por edhe me tregtarët si Ebu Bekri, por edhe me gjithë pra e shehje Muhamedi alayhis salam duke u shoqëruar, por edhe me jetimet dhe me të varfrit ku ju qëndronte pranë atyre dhe shpesh herë thoshte për ta, unë dhe jetimit do të jemi si këta dy gishtat mes njëri tjetrit nga të afër pra në xhenet. Kjo është shumë e rëndësishme këto ditë Ramazanit të shtojmë buzëqeshje në fytyrat e mrollura ose në fytyrat e molisura, të mrollura, pra të kthejmë buzëqeshjen sepse buzëqeshja është sadaka. Dhe përveç ushqimit e iftarëve ndryshme, sham të e thirrni iftarin e mysafirëve, këna i rrin me nervoza me sende. Normal subhanallah, kjo nuk është mirë, për shkak se i bën sikur me pas të me zërt ata në iftar. Kështu që domethënë duhet të dhërosh edhe buzëqeshje, të bësh një bisedë të produktive, të këndshme. Kjo ka shumë rëndësi të madhe, sepse njerëzit sot kanë nevojë për një buzëqeshje, kanë nevojë për një mohabet të mirë, një fjalë të mirë, dhe me fol një diçka produktive, diçka që njeriu mëson pe atij mohabeti. Jo ai mohabet me kon kot skoti, me shku koha kot. Pra, prandaj edhe njeriu është në fenë e shokut me cilin rrin. Për shembull, është kënaqësi me najt me njerëz, për shembull, ne kishim një intervistë para 2 ditë një profesor i nderuar, autori 47 libra, llogaritë 47 libra me shkruar. Është enciklopedi në veti. Për shembull, ai po na fton tash llogaritë me të ftu një profesor i nderuar. Është një kënaqësi, është një nder qëndrosh me ta. S'paku një fjalë me marr pe tina, pe aty në 47 librave, një fjalë me marr se një fjali do të ishte shumë e bukur, e mirë. Kështu që prandaj njeriu është në fenë ose në sojën e sojit me cilin rrin.
rrin me xhevahir të çmueshëm, rrin me njerëz të ditur, rrin me njerëz që kanë dituri, kanë kapacitet. Pra, merr prej tyne. Kështu që kështu ishte edhe Muhamedi alayhis salam, pra jo rastisht afër vitit që përsëris edhe një herë mori Hasan ibn Thabitin, poetin më të madh të kohës, shkrimtarin më të madh të kohës, e kishte pra krah të djathtë. Po jo rastisht e mori edhe Bubekrin që ishte pasuniku më i madh i kohës, që investonte ashtu siç investonte Uthmani, ashtu siç investonte siç investonin ata shokët e tij, po mori edhe Umerin që ishte një njeri guximtar, sepse disa gjëra kërkojnë edhe të jesh i guximshëm. Pra i mori gjitha karakteret e njerëzve afër vetes për të ndërtuar një sistem. Dhe ai sistem ishte sistemi i vlerave që e çoi përpara njerëzimin. Allah shpërblet fshimin, takimin e radhës. Faleminderit. Selam aleikum.